ku Arabia Saudite, Greqia dhe Algjeria rritën ndjeshëm peshën. Interesi amerikanëve për të jetuar dhe investuar në Shqipëri po rritet me Tiranën dhe qytetet bregdetare që po tërheqin gjithnjë më shumë vlerës pronash. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Përmes ligjit të faljes dhe shuarjes detyrimeve tatimore, bizneseve do të falen të paktën 462 milionë euro të një moshe mbi 10 vjeçare. Nga ana tjetër, do të ketë falje edhe për një pjesë të detyrimeve më të reja në rast se paguhet një përqindje e caktuar e principalit brenda këtij viti. Bizneset do të përfitojnë mbi 460 milionë euro detyrime tatimore të falura përmes ligjit të faljes, i cili ka nisur aplikimin nga data 15 maj 2026. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, gjendja e detyrimeve tatimore deri në fund të 2025-s arrin në 194.4 miliard lek. Gjatë vitit 2025, detyrimet tatimore kanë pasur një rritje neto me 31.9 miliard lek nga janari në dhjetor, ose thëndryshe është rritur stoku i detyrimeve me 19.6%, rreth 24.6 miliard lek më shumë krahasuar me vitin paraardhës. Në total në stokun e borxhit sipas vjetërsisë rezulton se borxhi mbi 10 vjet zë 23.8% ndaj totalit, e përkthyer në vlerë monetare afro 46.2 miliard lek apo 462 milion euro. Detyrim ky i cili preket nga ligji i faljes dhe fshihet automatikisht nga sistemi. Bëhet fjalë për detyrime, gjoba dhe kamatavonesa të krijuara deri në dhjetor të vitit 2014. Pjesë e fshirjes janë detyrime, gjoba dhe kamatavonesa të krijuara deri në dhjetor të vitit 2024. Por bizneset nuk janë përfitues vetëm të këtij detyrimi të falur, pasi do të aplikohet falje e principalit nga 25 deri në 50% nëse detyrimet e krijuara nga viti 2015 deri në vitin 2019 paguhen brenda qershorit apo dhjetorit 2026, si dhe do të fshihen plotësisht gjobat dhe kamatavonesat. Sipas të dhënave të tatimeve, borxhi nga 5 deri në 10 vjet zë 36.6% ndaj totalit të stokut, apo 71.2 miliard lek, ku përfitojnë një pjesë e mirë e debitorëve. Nga ana tjetër, borxhi 2 deri në 5 vjet ka një vlerë prej 28 miliard lekësh, 1 deri në 2 vjet 10 miliard lek, 6 deri në 12 muaj 8 miliard lek, 3 deri në 6 muaj 9.8 miliard lek, si dhe borxhi deri në 3 muaj kap një vlerë prej 21 miliard lekësh. Tatim paguesit aktiv zën 41% të numrit total të tatim paguesve debitor me një vlerë prej 66.9 miliard lek ose 34% të vlerës totale të borxhit. Tatim paguesit pasiv zën 59% të numrit total të tatim paguesve debitor me një vlerë prej 127 miliard lek ose 66% të vlerës totale të borxhit. Sipas administratës tatimore, gjatë vitit 2025, rritja e detyrimeve tatimore të shtuara lidhet ngushtësisht me intensifikimin e aksioneve të administratës për evidentimin e rasteve të evazionit tatimor, veçanërisht në sektorin e hidrokarbureve dhe në sektor të tjerë me risk. Si rezultat janë konstatuar detyrime në vlera të konsiderueshme, të cilat kanë ndikuar në rritjen e stokut të borxhit tatimor. Fshirja e detyrimeve tatimore fillon nga 10 qershori 2026. Qeveria parashikon të falë afro 30 milion euro gjoba dhe kamatavonesa për bizneset që paguajnë detyrimet e prapambetura për sigurimet shoqërore të punonjësve brenda këtij viti, ndërsa stoku total i borxhit të papaguar për këtë zë llogaritet në 263 milion euro. Bizneset që ndër vite nuk kanë paguar sigurimet shoqërore të punonjësve të tyre do të kenë mundësinë të lehtësohen nga çdo gjobë apo kamatavonesë për shkelje të afateve, nëse plotësojnë kushtin për t'i paguar detyrimet e prapambetura deri në fund të këtij viti. Sipas të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, deri në fund të 2025-s, stoku i detyrimeve për sigurimet shoqërore arrin në 26.3 miliard lek apo rreth 263 milion euro. Referuar ligjit për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore ndaj administratës tatimore e vendore dhe detyrimeve të pagueshme në dogan, i cili ka nisur aplikimin nga data 15 maj, gjobat dhe kamatavonesat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që u përkasin periudhave tatimore deri në datën 31 dhjetor 2014, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit, do të fshihen, por përsëri detyrimi për kontributin do të mbetet. Ndërsa në nenin 6 citohet se shuhen dënimet administrative, gjobat dhe kamatavonesat për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore që u përkasin periudhave
periudhave tatimore nga data 1 janar 2015 deri në datën 31 dhjetor 2024, që rezultojnë të llogaritura apo të regjistruara në llogarinë e tatim paguesit, fshihen me kushtin që të paguhet 100% e kontributit brenda datës 31/12/2026. Pra e thënë ndryshe, nëse bizneset apo institucionet publike që kanë detyrime të papaguara të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të punësuarve marrin përsipër të shlyejnë brenda këtij viti, do të dalin nga lista e debitorëve dhe nuk do të paguajnë penalitete. Referuar një raporti më të fundit të kontrollit të lartë të shtetit, numri i subjekteve debitore rezulton në rreth 120.000 biznese dhe vlera e gjobave dhe kamatvonesave është afro 30 milion euro. Me këtë ligj, qeveria synon të lehtësojë bizneset duke i hequr nga lista e debitorëve dhe të rrisë argëtimet në buxhet. Interesi i qytetarëve shqiptar për të investuar në bono thesari dhe obligacione ka rënë gjatë muajve të parë të 2026, duke sjellë më pak transaksione dhe më pak para të investuara, ndërkohë investitorët individual mbeten pjesëmarrësit kryesor në tregun sekondar të titujve qeveritar. Ekzistojnë disa instrumente ku shqiptarët mund të investojnë parat e tyre, një ndër to edhe tituj qeveritar. Pavarësisht se bonët e thesari dhe obligacionet janë instrumente me risk të ulët, shqiptarët vijojnë të mos shfaqin shumë interes për t'i përdorur. Sipas autoritetit të mbikëqyrjes financiare, në tremujorin e parë të 2026 janë kryer në total 2370 transaksione nga individët në tregun primar të titujve të qeverisë, me një rënje prej rreth 18% krahasuar me tremujorin e parë 2025, kur totali i tyre ishte 2876. Një ulje e tillë e numrit të transaksioneve është shoqëruar dhe me uljen e volumit të parave të investuara në bono thesari e obligacione të qeverisë nga qytetarët. Individët kanë blerë në tregun primar, pra nga blerjet direkte për herë të parë të titujve qeveritar përmes ankandeve të organizuara nga Banka e Shqipërisë, rreth 7.8 miliard lek letra me vlerë të qeverisë. Rënja është 15% krahasuar me tremujorin e parë të 2025-s, kur totali investimeve nga individët ishte 9.3 miliard lek. Nga ana tjetër, vëllimi i tregut sekondar të titujve të qeverisë të realizuar jashtë burse, i cili përfshin shitjen e titujve ndërmjet bankave, fondeve dhe investitorëve të tjerë individual, pasi janë blerë fillimisht nga Banka e Shqipërisë dhe para përfundimit të afatit të tyre, u dominua në masën 48% nga transaksionet në instrumente afatgjat, pra obligacione, dhe 52% nga transaksionet në instrumente afatshkurtër, bono thesari. Parë nga konvërshtrimi i numrit të transaksioneve, 85% e tyre në tregun sekondar të titujve të qeverisë jashtë burse i takojnë natyre të kryera në bono thesari. Pjesëmarrja në tregun sekondar dominohet nga investitorët individual, të cilët kryejnë 98% të gjitha transaksioneve në këtë treg. Bonot dhe thesarit janë instrumente financiare afatshkurtër me maturim 3, 6 dhe 12 mujor, ndërsa obligacionet janë instrumente me maturitet afatmesëm dhe afatgjat. Për të investuar në bono thesari dhe obligacione, qytetarët mund të marrin pjesë në mënyrë direkte në ankande të Bankës së Shqipërisë, ose të investojnë në mënyrë indirekte përmes fondeve të investimeve, të pensioneve dhe institucioneve të tjera të autorizuara për investim në këto instrumente. Një projekt ligji Bankës së Shqipërisë për institucionet e kreditit synon të forcojë mbikëqyrjen e bankave dhe të rrisë sigurinë financiare përmes kërkesave më të forta për kapitalin, likuiditetin dhe menaxhimin e rrezikut. Ai parashikon gjithashtu më shumë mbrojtje për klientët, rregulla më të qarta për drejtuesit e bankave dhe masa për përballimin e krizave financiare e kërcënimeve kibernetike. Sistemi bankar në Shqipëri pritet të përballet me një seri ndryshimesh të rëndësishme që synojnë forcimin e sigurisë financiare, mbrojtjen e kursimeve të qytetarëve dhe afrimin e rregullave shqiptare me standardet e Bashkimit Evropian. Një nga ndryshimet kryesore të projektligjit më të ri të Bankës së Shqipërisë mbi ushtrimin e veprimtarisë së institucioneve të kreditit dhe mbikëqyrjen e kujdesshme të tyre është forcimi i rolit të Bankës tonë qendrore në mbikëqyrjen e bankave. Institucioni do të ketë më shumë kompetenca për të kontrolluar bankat, për të kryer inspektime dhe për të marrë masa ndaj institucioneve që shkelin rregullat financiare. Projektligji vendos gjithashtu kërkesa më të forta për banka që operojnë në vend. Ato do të duhet të kenë më shumë kapital rezervë, më shumë likuiditet dhe plane më të qarta për përballimin e krizave financiare. Kjo synon të shmang probleme që mund të rrezikojnë kursimet e qytetarëve apo stabilitetin e ekonomisë. Ligji prek edhe drejtuesit e bankave. Administratorët dhe aksionarët do t'i nënshtrohen kontrolleve më të forta për profesionalizmin dhe transparencën e tyre. Gjithashtu parashikohen rregulla më të detajuara për mënyrën se si bankat duhet të menaxhojnë rrezikun dhe si duhet të raportojnë informacionin financiar.
Një tjetër element i rëndësishëm lidhet me mbrojtjen e klientëve. Banka do të kenë detyrime më të qarta për informimin e qytetarëve, trajtimin e ankesave dhe ruajtjen e sekretit bankar. Projekti parashikon edhe procedura për rastet kur një bank përballet me vështirësi financiare. Në këtë rast përcakton mënyrat e likuidimit, mbrojtja e depozitave dhe mënyra e trajtimit të kreditorëve, me synim minimizimin e ndikimit të qytetarët dhe ekonomia. Për herë të parë, dokumenti përfshin edhe rreziqe që lidhen me teknologjinë, sulmet kibernetike dhe faktorët mjedisor apo social, duke kërkuar që bankat të jenë më të përgatitura për sfidat moderne. Lufta në lindjen e mesme ka ndryshuar furnitorët kryesor të Shqipërisë për lëndë djegëse gjatë muajve mars-prill 2026. Arabia Saudite, Greqia dhe Algjeria rritën ndjeshëm peshën në tregun shqiptar, ndërsa India, Kuvajti dhe Izraeli humbën terren. Lufta në lindjen e mesme po ndryshon hartën e importeve të lëndëve djegëse në Shqipëri me zhvendosje të dukshme të furnitorëve kryesor gjatë muajve mars-prill të vitit aktual. Të dhënat tregojnë se disa furnitorë që kishin peshë më të madhe një vit më parë kanë humbur terren, ndërsa Arabia Saudite, Greqia dhe Algjeria janë forcuar ndjeshëm. Në muajt mars-prill 2025, importet e lëndëve djegëse në vlerë dominoheshin nga India me rreth 2.37 miliard lek, pastaj renditeshin Arabia Saudite me 1.65 miliard lek, Greqia me 1.62 miliard lek dhe Turqia me 1.35 miliard lek. Peshë të rëndësishme kishte edhe Kuvajti me rreth 1.2 miliard lek, por një vit më pas renditja ka ndryshuar ndjeshëm. Në periudhën mars-prill të vitit aktual, Arabia Saudite u kthye në furnitorin kryesor në vlerë me rreth 6.45 miliard lek importe, gati 4 herë më shumë se një vit më parë. Greqia u rendit e dyta me 2.86 miliard lek, ndërsa Algjeria arriti në 1.88 miliard lek. Turqia mbeti ndër furnitorët kryesor, por me rënje të lehtë në vlerë, nga 1.35 miliard lek në 1.29 miliard lek. Ndryshimi më i fortë vjet re te India, e cila nga furnitori kryesor i vitit kaluar në vetëm 215 milion lek importe në mars-prill 2026, me një tkurje prej rreth 91%. Edhe Kuvajti dhe Izraeli dolën nga lista e furnitorëve për këtë periudhë, pasi importet nga këto vende ranë zero. Ndryshimet nuk shfaqen vetëm në vlerë, por edhe në peshë. Arabia Saudite rriti volumin e importeve nga 26.7 milion kilogram në 58.4 milion kilogram, ndërsa Greqia nga 13.7 milion kilogram në 32.1 milion kilogram. Algjeria po ashtu u rrit nga 15.6 milion kilogram në 25.8 milion kilogram. Në të kundërt, India ra nga 36.4 milion kilogram në vetëm 2.1 milion kilogram. Të dhëna tregojnë se Shqipëria ka zhvendosur ndjeshëm burimet të furnizimit me lëndë djegëse gjatë muajve të tensioneve në lindjen e mesme. Furnitorë si Arabia Saudite, Greqia dhe Algjeria kanë fituar më shumë peshë, ndërsa India, Kuvajti dhe Izraeli kanë humbur terren në tregun shqiptar të karburanteve. Deri në fund të vitit 2025 janë nënshkruar 7 kontrata për projektet për prodhimit e energjisë nga era që aktualisht ndodhen në fazë studimi. Paralelisht, Agjencia Kombëtare e Burimeve Natyrore ka përfunduar shqyrtimin teknik për 5 projekte të tjera, të cilat po vjojnë procedurat për marrjen e lejeve të ndërtimit. Teksa vendi ynë ende nuk ka centrale eolike në operim, të dhënat e Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore tregojnë se interesi për investime është rritur, duke ju referuar shifrave nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. AKBN bën me dije se janë 70 aplikime për ndërtimin e parqeve me erë, teksa potenciali për këtë burim energjie është i madh. AKBN bën të ditur gjithashtu se deri në fund të vitit 2025 janë nënshkruar 7 kontrata për projekte të prodhimit të energjisë nga era, që aktualisht ndodhen në fazë studimi. Paralelisht, agjencia ka përfunduar shqyrtimin teknik për 5 projekte të tjera, të cilat po vijojnë procedurat për marrjen e lejeve të ndërtimit. Sipas një raporti të publikuar nga ky dikaster, vendi ka potencial të konsiderueshëm për prodhimin e energjisë nga era, me shpejtësi ere që në shumë zonat e kalojnë 8 deri 9 metra në sekond. Zonat më të favorshme identifikohen për gjatëvijës bregdetare dhe krishtave malore, veçanërisht në jug të vendit. Më specifikisht, zonat me interes për zhvillimin e energjisë së erës përfshin Shkodrën, Kuksin, Lezhën, Durrësin, Kavajën, Fierin, Karavastan, Vlorën, Sarandën, Korçën dhe Tepelenën. Raporti thekson se shpejtësia mesatare vjetore e erës në territorin shqiptar varion nga 3.3 deri në 9.6 metër për sekond, ndërsa zonat më të përshtatshme për prodhim ere kanë vlera mesatare nga 5.8 deri në 7 metër në sekond. Ndërkaq, sipas vlerësimeve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjive të Rinovueshme, Shqipëria ka potencial konkurrues për energjinë e erës deri në 7400 MW. Ndërkohë, skenari i tranzicionit energjetik i organizatës parashikon që deri në vitin 2030 vendi mund të arrijë një kapacitet të instaluar prej 616 MW energji eolike.
Mbi 125.000 ankesa dhe kërkesa janë regjistruar gjatë vitit 2025 nga konsumatorët e energjisë elektrike pranë furnizuesit të shërbimit universal dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes. Kategoria me numrin më të lartë të rasteve mbetet ajo e kërkesave për ndryshime në të dhënat e kontratës. Mbi 125.000 ankesa dhe kërkesa janë regjistruar gjatë vitit 2025 nga konsumatorët e energjisë elektrike, pranë furnizuesit të shërbimit universal dhe operatorit të sistemit të shpërndarjes, pjesë e OSHE Group, ndërsa pjesa më e madhe e tyre lidhen me ndryshimet në të dhënat e kontratave dhe çështjet e matjes së energjisë. Sipas entit regulator të energjisë, numri ka pësuar rënje me gati 8.500 në raport me një vit më parë. Kategoria me numrin më të lartë të rasteve mbetet ajo e kërkesave për ndryshime në të dhënat e kontratës me 62.836 raste. Këto kërkesa lidhen kryesisht me saktësimin e të dhënave kontraktore, ndryshimin e emrit familjar apo ndryshimin e përdoruesit të pronës. Ndërkohë 40.537 raste lidhen me çështje të matjes së energjisë elektrike, ndërsa 18.728 ankesa janë regjistruar për faturimin. Po ashtu janë raportuar dhe 2.934 kërkesa për cilësinë e shërbimit dhe 215 ankesa për pagesa apo kreditime. Ere vlerëson se numri i lartë i kërkesave për ndryshime kontraktore tregon nevojën për përmirësim të regjistrimit fillestar të dhënave dhe forcim të mekanizmave të vetë kontrollit nga furnizuesi. Sipas këtij dikasteri, pasaktësitë në të dhënat kontraktore ndikojnë në korrektësinë e faturimit dhe në marrëdhënien kontraktore me konsumatorin. Autoveturat elektrike hibride me 0 km përbëjnë 81.2% të totalit të mjeteve të reja të regjistruara gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor ka publikuar shifrat mbi regjistrimin e mjeteve për periudhën janar-prill 2026, ku evidentohet një trend në rritje i automjeteve elektrik hybrid plug-in me 0 km në tregun shqiptar. Sipas të dhënave nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, autoveturat elektrik hybrid plug-in me 0 km përbëjnë 81.2% të totalit të mjeteve të reja të regjistruara për gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2026. Ky rezultat tregon një orientim gjithnjë më të madh të qytetarëve drejt automjeteve me teknologji të avancuar, me konsum më të ulët karburanti dhe ndikim më të reduktuar në mjedis. Referuar shifrave të publikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, krahasuar me periudhën janar-prill 2025, regjistrimet e autoveturave elektrik hybrid plug-in ka shënuar një rritje prej 26.7%. Ky zhvillim është një tregues i transformimit gradual të tregut automobilistik në Shqipëri, ku automjetet green po fitojnë gjithnjë më shumë terren. Kjo rritje lidhet me disa faktor kryesor, mes të cilëve ndërgjegjësimi më i lartë i qytetarëve për mbrojtjen e mjedisit, si dhe ulja e kostove të përdorimit afatgjatë të këtyre mjeteve. Ndërkohë, tendenca në rritje e regjistrimit të mjeteve elektrik hybrid plug-in shihet edhe një sinjahap i rëndësishëm drejt modernizimit të flotës automobilistike në vend dhe afrimet me standardet europiane për transportin e gjelbër. Interesi amerikanëve për të jetuar dhe investuar në Shqipëri po rritet me Tiranën dhe qytetet bregdetare që po tërheqin gjithnjë më shumë blerës pronash. Sipas një studimi të Investropa, kostoja e ulët e jetesës, qëndrimi i pavizë dhe stili mesdhetar i jetesës janë arsyet kryesore që po i shtyn amerikanët drejt vendit tonë. Interesi amerikanëve për të jetuar dhe investuar në Shqipëri po rritet ndjeshëm, me Tiranën dhe bregdetin shqiptar që po kthehen në destinacionet më të preferuara për blerjen e pronave. Lagjet si Bloku, komuna e Parisit dhe zonat pranë liçenit artificial mbeten më të kërkuarat në kryeqytet, ndërsa Saranda, Vlora dhe Durrësi po tërheqin gjithnjë më shumë qytetarë amerikan që kërkojnë një stil jetese pranë detit. Arsyet kryesore që po i shtyn amerikanët drejt Shqipërisë lidhen me koston më të ulët të jetesës, e cila vlerësohet rreth 40 deri në 50% më e lirë krahasuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe mundësinë e qëndrimit një vjeçare pa vizë për qytetarët amerikanë. Një tjetër faktor që po ndikon është edhe bregdeti mesdhetar, klima e favorshme dhe perceptimi i Shqipërisë si një vend mikpritës dhe pro-amerikan. Ndërkohë komuniteti i emigrantëve amerikanë në vend po zgjerohet gradualisht,
i ndihmuar nga puna në distancë, promovimi në rrjetet sociale dhe perspektiva e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Megjithatë, numri i tyre mbetet më i vogël krahasuar me komunitetet e huaja nga Kosova, Italia apo Turqia. Sipas një studimi të Investropa, interesi për tregun shqiptar të pasurive të paluajtshme është rritur veçanërisht në zonat urbane dhe bregdetare, ku të huajt po shohin mundësi investimi afatgjata dhe një cilësi jetese më të përballueshme. Legjislacioni shqiptar u lejon shtetasve amerikan të blejnë apartamente apo shtëpi me pronësi të plotë, pasi sistemi i pronësisë funksionon kryesisht mbi bazën e pronësisë së lirë dhe jo me kontrata afatgjata qiraje si në disa vende europiane. Megjithatë, të huajt nuk mund të blejnë drejt për drejt toka bujqësore, pyjore apo livade pa krijuar më parë një kompani të regjistruar në Shqipëri, proces që zakonisht gjatë rreth 2 javë. Po ashtu kufizime më të forta ekzistojnë në disa zona pranë vijës bregdetare, sidomos brenda brezit 200 metra nga deti, ku rregullat e ndërtimit dhe pronësisë janë më të rrepta për shkak të mbrojtjes mjedisore dhe planifikimit urban. Përgjatë muajt mars, rreth 13.000 shqiptar të Kosovës vizituan Shqipërinë, ndërsa rreth 7.500 shqiptar nga Shqipëria shkuan në Kosovë. Shifrat tregojnë se shqiptarët e Kosovës vijojnë ta zgjedhin më shumë vendin tonë. Jo vetëm vera dhe fundjavët e gjata, por shqiptarët e Kosovës po vazhdojnë ta mbajnë të gjallë turizmin në Shqipëri gjatë gjithë vitit, ndërsa marsi konfirmoi edhe një herë sa ata mbeten ndër vizitorët më besnik të tregut shqiptar. Të dhënat e publikuara nga Instat mbi strukturat akomoduese tregojnë se gjatë marsit të këtij viti mijëra qytetarë nga Kosova kanë zgjedhur Shqipërinë për pushime, udhëtime të shkurtra, takime familjare apo fundjava larg rutinës. Në hotele dhe struktura akomoduese në vend u regjistruan 108.391 vizitorë të huaj, ndërsa 12% e tyre ishin nga Kosova. Kjo do thotë se rreth 13.000 shqiptarë të Kosovës kaluan të paktën një natë në Shqipëri vetëm gjatë muajit mars. Kosova rezulton vendi i dytë me numrin më të madh të turistëve në Shqipëri, menjëherë pas Italisë, duke lënë pas tregje shumë të mëdha europiane si Gjermania, Franca apo Britania e Madhe. Fluksi i lartë i shqiptarëve të Kosovës nuk shihet më vetëm në muajt e nxehtë të verës, tashmë vizitat janë kthyer në një lëvizje të përhershme gjatë gjithë vitit, sidomos drejt Tiranës, Durrësit, Shëngjinit dhe jugut të vendit. Ndërkohë lëvizja në kaun tjetër mbetet dukshëm e ulët. Sipas statistikave të publikuara nga Kosova gjatë marsit, vetëm 7.477 shqiptarë u akomoduan në hotelet e Kosovës. Edhe pse numri ka shënuar një rritje të lehtë krahasuar me një vit më parë, diferenca mbetet e madhe. Qytetarët nga Kosova që vizitojnë Shqipërinë janë pothuajse 2 fish më shumë se sa shqiptarët që udhtojnë drejt Kosovës. Në total, Kosova regjistroi 27.469 vizitorë të huaj gjatë marsit, ndërsa shqiptarët përbonin grupin më të madh të tyre. Shifrat tregojnë qartë se turizmi mes dy vendeve nuk është më vetëm sezonal, por nëse Shqipëria vazhdon të jetë zgjedhja e parë për shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Shqipërisë ende nuk po e kthejnë në të njëjtin ritëm interesin për të vizituar Kosovën. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu në një deklaratë për mediat bëri të ditur se procesi i barë tashmë ka kaluar në grupin e ambasadorëve të vendeve të Bashkimit Evropian, ndër të tjera siguroi se amnistia penale do të ndodhë. Në një deklaratë për mediat, Ministri i Drejtësisë Toni Gogu deklaroi se procesi i njohur si IBAR, raporti vlerësimit të piketave të ndërmjetme, tashmë ka kaluar nga grupi punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare të BE-s. Raporti i vlerësimit të piketave të ndërmjetme, apo si ju jeni mësuar që ta thërisni me gjuhën teknike, pra me akronimin teknik IBAR-i, ishte një proces teknik dhe është një proces që progresoi tashmë ka kaluar nga grupi i punës në grupin e ambasadorëve të vendeve anëtare, të vendeve të përhershme, dhe tregon që procesi lëviz, procesi ecën dhe ka mbështetje faktike dhe institucionale të çdo mase nga ana jonë, pra nga ana e shtetit shqiptar. Sipas ministrit Gogu, amnistia penale është në pritje të vlerësimit nga Komisioni Evropian dhe më pas do të nisë diskutimi i saj në parlament. Jemi treguar shumë të kujdesshëm që në të gjithë procesin që ne kemi të avancimit të vendit tonë drejt antarësimit, ti shqyrtojmë prioritetet sipas rëndësisë që atyre u takon. Thënë këtë, amnistia është në parlament dhe unë besoj që shumë shpejt, pasi ne të kemi marrë dhe vlerësimin e punës së madhe që është bërë në lidhje me themeloret, kapitullin e themeloreve 23, i cili hapet dhe mbyllet, hapet i pari dhe mbyllet i fundit, unë besoj që do të fillojmë të merremi me amnistin, me vëmendjen që i takon
ati instrumenti shumë të rëndësishëm që do të thotë në ditët në vijim, besoj që do të fillojë dhe diskutimi në parlament. Në total janë 447 të burgosur që pritet të përfitojnë direkt nga amnistia, ndërkohë që për 853 të burgosur të tjerë do të ketë ulje dënimi. Nga shërbimi i provës, amnistohen 5077 të dënuar me masa alternative. Ministria e Arsimit ka miratuar strukturën e vitit të ri shkollor 2026-2027 për arsimin parauniversitar. Sipas urdhrit të botuar në fletoren zyrtare, mësimi në arsimin bazë dhe të mesëm do të nisë më 14 shtator, ndërsa janë përcaktuar edhe datat e pushimeve, provimeve kombëtare dhe maturës shtetërore. Është publikuar struktura zyrtare e vitit shkollor 2026-2027 për sistemin arsimor parauniversitar në Shqipëri. Sipas urdhrit të përbashkët të Ministrisë së Arsimit, mësimi në arsimin bazë dhe në arsimin e mesëm të lartë do të nisë më 14 shtator 2026 dhe do të përfundojë më 18 qershor 2027. Për nxënësit maturant, procesi mësimor do të mbyllet më herët, konkretisht më 4 qershor 2027, për t'i hapur rrugë zhvillimit të provimeve të maturës shtetërore, të cilat do të mbahen në periudhën 7 deri në 28 qershor. Ndërkohë, pushimet dimërore për të gjitha nivelet e arsimit parauniversitar do të nisin me 24 dhjetor 2026 dhe do të zgjasin deri më 4 janar 2027. Për arsimin bazë janë parashikuar dhe pushime pranverore nga data 29 mars deri në 2 prill 2027. Sipas dokumentit të botuar në fletoren zyrtare, provimet kombëtare të arsimit bazë do të zhvillohen nga 21 deri më 30 qershor 2027. Edhe në arsimin profesional janë përcaktuar datat e nisjes së mësimit dhe të provimeve përfundimtare. Mësimi do të nisë më 14 shtator për shumicën e strukturave arsimore profesionale, ndërsa për disa programe të arsimit pas të mesëm, procesi mund të nisë deri në javën e 3 të tetorit. Provimet përfundimtare për kualifikimet profesionale të niveleve të ndryshme do të zhvillohen për gjatë muajve maj dhe qershor, ndërsa matura profesionale do të mbahet në të njëjtën periudhë me maturën shtetërore nga 7 deri më 28 qershor 2027. Ky kalendar përcakton organizimin e vitit të ardhshëm akademik për mira nxënës në të gjithë vendin, duke orientuar shkollat mbi afatet mësimore, pushimet dhe proceset e testimit kombëtar. Messenger vazhdon të mbetet një nga platformat më të përdorura në Shqipëri me rreth 926.000 përdorues që mund të arrihen përmes reklamave gjatë vitit 2025. Të dhënat tregojnë gjithashtu rritje të vazhdueshme të audiencës, ndërsa grup mosha 25 deri në 34 vjeç mbetet më aktivja në platformë. Messenger po vazhdon të mbetet një nga platformat më të përdorura të komunikimit në Shqipëri, duke ruajtur një audiencë të gjerë dhe aktive edhe në vitin 2025. Sipas të dhënave, reklamat e Messenger mund të arrijnë deri 926.000 përdorues në vend. Një tregues që platforma vazhdon të kenë ndikim të fortë në mënyrën se si shqiptarët komunikojnë dhe konsumojnë përmbajtjen online. Statistikat tregojnë se Messenger arrin në rreth 33.5% të popullsisë totale të Shqipërisë, ndërsa depërtimi tek përdoruesit e internetit shkon në 37.9%. Kjo do të thotë se më shumë se 1 në 3 përdorues të internetit në vend mund të arrihen përmes reklamave në aplikacion, duke e bërë Messenger një nga kanalet më të rëndësishme për marketingun digjital dhe bizneset që synojnë audiencën shqiptare. Të dhënat nga Digital Report tregojnë gjithashtu se platforma po vazhdon të rritet. Brenda vetëm 3 muajve audienca e raportuar e Messenger është rritur me 5.3%, ose rreth 46.300 përdorues më shumë. Ndërkohë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja arrin në rreth 6%, që përkthehet afro 52.300 përdorues shtesë. Kjo tregon se pavarësisht konkurrencës nga aplikacionet e tjera sociale, Messenger betet ende shumë i përdorur në Shqipëri. Një tjetër element interesant është shpërndarja sipas gjinisë. Meshkujt dominojnë audiencën e platformës me 60.3% të totalit, ndërsa femrat përbërjnë 38.4%. Edhe tek përdoruesit mbi moshën 18 vjeçare, diferenca mbetet e dukshme, me 51.9% të meshkujve që mund të arrihen përmes reklamave të Messenger, kundrejt 31.4% të femrave. Sa i përket grup moshave, përdoruesit më aktiv rezultojnë ata nga 25 deri në 34 vjeç. Në këtë kategori, meshkujt përfaqësojnë me 16.9% të audiencës, ndërsa femrat me vetëm 10%. Edhe grup mosha 35 deri në 44 vjeç mbetet shumë aktive në platformë, duke treguar se Messenger nuk përdoret vetëm nga të rinjt, por edhe nga përdorues me profil më të konsoliduar profesional dhe familjar. Messenger vazhdon të ruajë një prezencë të konsiderueshme edhe tek përdoruesit mbi 55 vjeç. Kjo e bën platformën një mjet komunikimi me audiencë
të larmishme që shtrihet në pothuajse të gjitha grupmoshat. Një investim prej 340 milion euro që i mundëson Greqisë prodhimin e galiumit për të mbuluar 100% të nevojave të BE-s u miratua nga Komiteti Ndërministror për Investime Strategjike. Investimi do të kryhet në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda kuadrit të marrëdhënieve strategjike energjetike midis dy vendeve. Në një investim për 340 milion euro që i mundëson Greqisë prodhimin e galiumit për të mbuluar 100% të nevojave të Bashkimit Evropian, u miratua nga Komiteti Ndërministror për Investime Strategjike. Galiumi është një lëndë parë kritike e përdorur në teknologjitë e përparuara, si gjysmëpërçuese, sistemet e mbrojtjes, aplikimet e inteligjencës artificiale dhe sistemet moderne fotovoltaike. Në nivel kombëtar, siç njoftoi zëvendësi i qeverisë, investimi forcon bazën industriale të Greqisë dhe krijon vend të pune me vlerë të shtuar të lartë. Në të njëjtën kohë, ajo përbën një iniciativë emblematike me rëndësi evropiane, pasi kontribon në mënyrë vendimtare në konkurrëshmërinë, sigurinë e furnizimit dhe mbrojtjen gjeoekonomike të Evropës. Projekti është plotësisht në përputhje me qëllimet e Bashkimit Evropian për lëndë të para kritike dhe autonomi strategjike. Investimi do të kryhet në bashkëpunim me SBA-n brenda kuadrit të marrëdhënies strategjike energjetike midis dy vendeve, bazuar në bashkëpunimin tashmë ekzistues në fushën e hidrokarbureve dhe gazit natyror. Aktualisht Kina ka 99% të prodhimit global të galiumit. Vlerësohet se Greqia do të jetë në gjendje të prodhojë 50 ton galium në vit deri në vitin 2027, ndërsa SBA-si duhet 20 deri në 25 ton në vit. Do të ndalemi me zhvillimet nga bota. Kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë tha se rezervat komerciale të naftës po paksoheshin me shpejtësi. Inventarët e naftës të vëzhguara globalisht ranë me një ritëm rekord në mars dhe prill me 246 milion fuqi. Falti Birol, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, tha se rezervat komerciale të naftës po paksoheshin me shpejtësi dhe kanë mbetur vetëm disa javë për shkak të luftës së Iranit dhe mbylljes së ngushticës së Ormuzit për anijet. Birol theksoi se lërimi i rezervave strategjike të naftës i kishte shtuar tregut 2.5 milion fuqi në ditë, por tha se këto rezerva nuk janë të pafundme. Fillimi i sezonit të mbjelljeve të pranverës dhe të udhëtimeve verore në hemisferën veriore do t'i shterojë inventarët më shpejt, ndërsa kërkesa për naftë, plera, karburant për avion dhe benzinë rritet, shtoi Birol. Ai tha se përpara se SBA-t dhe Izraeli të nisnin sulme ndaj Iranit në fund të shkurtit, kishte një teprisë të madhe në tregjet e naftës dhe inventarët tregtar ishin shumë të lartë, por situata ka ndryshuar me shpejtësi për shkak të luftës. Inventarët komercial do të zgjasin disa javë, por duhet të jemi të vetëdijshëm për faktin se po bien me shpejtësi, nënvizoi Birol. Javën e kaluar, IEA tha se furnizimi global me naftë do të jetë nën kërkesën totale këtë vit, ndërsa konflikti i Iranit po shkakton kaos në prodhimin e naftës në lindjen e mesme dhe rezervat po shtroheshin me një ritëm të paparë. IEA kishte parashikuar më parë një suficit këtë vit. Inventarët e naftës të vëzhguara globalisht ranë me një ritëm rekord në mars dhe prill, duke rënë me 246 milion fuqi, tha IEA në raportin e saj të fundit mujor të tregut të naftës. IEA me 32 anëtar koordinoi lërimin më të madh ndonjëherë të stoqeve nga rezerva strategjike në mars, duke rënë dakord të tërheqë 400 milion fuqi në një përpjekje për të qetësuar tregjet. Rreth 164 milion fuqi ishin hedhur në treg deri më 8 maj. Furnizimi i përgjithshëm global me naftë do të bjerë me rreth 3.9 milion fuqi në ditë gjatë vitit 2026 për shkak të luftës, tha agjencia, duke ulur parashikimin e saj të mëparshëm, i cili fliste për një rënje për 1.5 milion fuqi në ditë. Sekretari Amerikanit Thesarit njoftoi një tjetër zgjatje 30 ditore të përjashtimit nga sanksionet që lejojnë blerjet e naftës ruse të transportuar nga deti për të ndihmuar vendet e cënueshme. Analistët thanë se këto përjashtime do të rrisnin të ardhurat e Rusisë nga nafta, të cilat tashmë janë mbështetur nga çmimet më të larta.
Sekretari amerikan i thesarit Scott Bessent njoftoi një tjetër zgjatje 30 ditore të përjashtimit nga sanksionet që lejon blerjet e naftës ruse të transportuar nga deti për të ndihmuar vendet e cënueshme të goditura nga lufta në Iran. Ky vendim do të lejojë akses të përkohshëm në naftën ruse të bllokuar në cisterna, pa shkelur sanksionet e ashpra të Shteteve të Bashkuara mbi kompanitë kryesore ruse. Vendimi do të ofrojë fleksibilitet shtesë dhe ne do të punojmë me këto vende për të ofruar licenca specifike sipas nevojës, tha Bessent. Kjo licencë përgjithshme do të ndihmojë në stabilizimin e tregut fizik të naftës bruto dhe do të sigurojë që nafta të arrijë në vendet më të cënueshme nga ana e energjisë, shtoi ai. Sipas Bessent, masa do të ndihmonte në ridrejtimin e furnizimit ekzistues drejt vendeve që kanë më shumë nevojë, duke u lejuar atyre të konkurrojnë me Kinën për naftën e sanksionuar më parë. Analistët thanë se përjashtimet afatshkurtra mund të ndihmojnë disa vende që varen nga furnizimet me naftë të gjirit, por do të bënin pak për të ulur çmimet në Shtetet e Bashkuara, një qëllim kyçi i administratës Trump. Sipas tyre, këto përjashtima do të rrisin të ardhurat e Rusisë nga nafta, të cilat tashmë janë mbështetur nga çmimet më të larta, ndërsa do të kompensonin ndikimin e sulmeve të shtuara të Ukrainës në rafineritë ruse dhe infrastrukturën e ardhshme. Bessent, i cili ndodhet në Paris për një takim të liderëve të financave të G7-s, tha se donte që grupi dhe aleatët e tjerë të zbatonin më fort sanksionet ndaj Iranit. U bëjmë thirrje të gjithë vendeve të G7-s, të gjithë aleatëve tanë dhe pjesës tjetër të botës që të ndjekin regjimin e sanksioneve në mënyrë që të mund të godasin financat e paligjshme që po ushqejnë makinën iraniane të luftës dhe t'ia kthejmë këto para popullit iranian, deklaroi Bessent. Çmimet e naftës ranë me 2% të martën pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump tha se kishte ndaluar një sulm të planifikuar ndaj Iranit për të lejuar negociata. Trump tha se kishte një mundësi shumë të mirë që SBA-t mund të arrinin një marrëveshje me Iranin për të parandaluar Teheranin të pajiset me armë bërthamore. Çmimet e naftës ranë me 2% të martën pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se kishte ndaluar një sulm të planifikuar ndaj Iranit për të lejuar negociatat që të japin fund luftës në lindjen e mesme. Kontratat e ardhshme të naftës Brent për dorëzimin në korrik ranë me 2% në $109.84 për fuqi, ndërsa nafta pa përpunuar amerikane ra me 1.1% në $107.44. Trump tha se kishte një mundësi shumë të mirë që Shtetet e Bashkuara të arrinin një marrëveshje me Iranin për të parandaluar Teheranin të pajiset me armë bërthamore, disa orë pasi njoftoi pauzën e veprimeve ushtarake për të lejuar bisedimet, ndërsa sinjali Trump ka lehtësuar një pjesë të presionit të menjëhershëm, rreziqet themelore vijojnë. Tregu tani po vëzhgon se komendat e Trump përfaqësojnë një ndryshim të vërtet drejt uljes së tensioneve apo thjesht një pauzë taktike, thanë analistët. Konfliktin në lindjen e mesme ka mbyllur ngushticën e Hormuzit, një rrugë ujore kritike që transporton rreth 1/5 e furnizimeve globale të naftës dhe gazit natyror të lëngshëm, duke ngritur shqetësime për ndërprerje të furnizimit. Ndërkohë, agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve tasnim e Iranit e raportoi se Washingtoni kishte rënë dakord të hiqte dorë nga sanksionet mbi eksportet e naftës gjatë negociatave, por një zyrtar amerikane mohoi këtë pretendim. Në Shtetet e Bashkuara, një sasi rekord prej 9.9 milion fuqi u hoqë nga rezerva strategjike e naftës javën e kaluar, treguan të dhënat e Departamentit të Energjisë, duke i ulur rezervat në rreth 374 milion fuqi, pika më e ulët që nga korriku i vitit 2024. Katër analistë anketuar nga Reuters vlerësuan mesatarisht se rezerva e naftës bruto në Shtetet e Bashkuara ra me rreth 3.4 milion fuqi në javën që përfundoi më 15 maj. Gjermania ka paralajmëruar për mungesë të fuqisë punëtore prej vitesh, ndërsa papunësia po rritet në mënyrë të rrezikshme. Qeveria po përpiqet ta përmbysë situatën përmes programeve të investimeve në infrastrukturë dhe mbrojtje, të financuara kryesisht nga huamarrja. Gjermania po përballet me një paradoks. Ndërsa ka paralajmëruar për mungesë të fuqisë punëtore prej vitesh, papunësia po rritet në mënyrë të rrezikshme. Ekonomia më e madhe e Europës për dekada një motor rritje, po përjeton një transformim rrënjësor të tregut të saj të punës që kërcënon të jap fund përfundimisht të ashtu quajturës dekade e artë e punësimit. Shifra për 3 milion të papunësh, e cila për vite me radhë ishte një tabu politike dhe sociale në Berlin, është rikthyer në statistikat zyrtare. Për herë të parë në 15 vite, numri të papunëve ka tejkaluar vazhdimisht këtë barrierë psikologjike, duke reflektuar një krizë që ndikon jo vetëm në ngadalësimin ekonomik, por edhe në vetë modelin e prodhimit të vendit. Situata aktuale pasqyron përplasjen e dy realiteteve të kundërta. Nga njëra anë, Gjermania po përballet me një mungesë strukturore dhe demografike të fuqisë punëtore, një popullsi në plakje dhe daljet në pension masive kanë lënë boshllëqe në sektor kritik si inxhinieria, IT, shëndetësia dhe specialitetet teknike. Nga ana tjetër, shtyllat tradicionale të ekonomisë, prodhimi automobilistika dhe prodhimi kimik po mbasin terren duke çuar në shkurtime masive të vendeve
të punës, vendet e punës humbasin aty ku konkurrueshmëria zvogëlohet, ndërsa pozicione të reja krijohen në sektor që nuk kanë punëtor mjaftueshëm të kualifikuar. Ekonomia gjermane ka qenë në stagnacion për 5 vite, me industrinë në një recesion pothuajse të përhershëm, rritja e kostove të energjisë, konkurrenca kineze, tensionet tregtare me Shtetet e Bashkuara dhe burokracia kanë goditur rënd prodhimin. Rreth 270.000 vende pune në industri janë humbur që nga viti 2019, me ekonomistët që paralajmërojnë se valja e shkurtimeve të vendeve të punës ende nuk ka arritur kulmin. Industria dikur e fuqishme, një shtyllë e prosperitetit përmes eksporteve, tani po përpiqet të funksionojë si një nxitës si punësimit. Qeveria po përpiqet ta përmbysë situatën përmes programeve të investimeve në infrastrukturë dhe mbrojtje, të financuara kryesisht nga huamarrja. Megjithatë, analistët shprehin dyshime në lidhje me efektivitetin e masave, pasi një pjesë e madhe e fondeve drejtohen në shpenzime aktuale dhe jo në investime produktive. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ. Të tjera zhvillime i gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Faleminderit që na ndoqët, ndajmë këtu për të ritakuar në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne.